Në një botë ku gjithçka duket se ndodh me një klikim, shumë njerëz përjetojnë nivelet e larta të ankthit dhe depresionit. Përballja me këto sfida shpesh çon në kërkimin e zgjidhjeve të shpejta, të cilat rrallë herë adresojnë rrënjët e problemit. Besoj që në ditët e sotme, teknologjia është diçka e domosdoshme, e nevojshme, si thënë, për çdo njeri, por duhet që njeriu me ditë me e përdor. I Madhi Zot neve na ka dhënë në këtë botë edhe të mirat, edhe të këqijat. Prandaj njeriu e ka në dorë me zgjidh të mirën, po ashtu ka në dorë me zgjidh edhe të keqen. Sigurisht që teknologjia dhe jeta moderne ka ndikuar pozitivisht tek njeriu. Një prej gjërave, po themi, pozitive janë sepse bën të mundur komunikimin në mënyrë të shpejtë me njëri tjetrin, edhe për besimtarët musliman, patjetër që nëpërmjet rrjeteve sociale ato ndjekin ligjërata të ndryshme, mësime fetare, kurse fetare e kështu me radhë. Por nga ana tjetër ndikon negativisht sepse njeriu ne bën të jetë i vetëm, duke harxhuar ndoshta kohën ose duke mos e menaxhuar mirë përdorimin e rrjeteve sociale apo teknologjisë, bën të mundur që ai të jetë i vetmuar dhe kjo bëhet shkak edhe që ai të futet në stres apo të ketë probleme me shëndetin mendor. Besoj që një person i cili është i vetëdijshëm për dobitë e saj, mundet që me përdor në hajër, siç është interneti, siç janë rrjetet sociale e tjera me radhë, pra është diçka e domosdoshme, e nevojshme, si thënë, për kohën dhe sidomos për të rritë e sotëm. Por duhet me pas kujdes se kjo mund të përdoret edhe për mirë, por mund të përdoret edhe për keq. Prandaj një njeri duhet me kanë një ndërgjegjësim që duhet ta përdorin, pas duhet ta harxojnë kohën tonë, kohën e të. Pra duhet daj një kohë që i nevojitet për gjërat e tij dhe nuk duhet që me harxhu kohën kot, nuk duhet që me përdor disa faqe, disa programe, si thënë, të cilat janë të dëmshme, sidomos për të rinj dhe për të rinjat në ditët e sotme. Një tjetër anë negative është mos menaxhimi i kohës. Pra në veçanti nga brezat e ri, sot po fokusohen shumë tek lojrat, tek lundrimi në rrjetet sociale dhe kjo bën që ata të mos dinë vlerën e kohës, ndërkohë që Zoti i Madhëruar ka zbritur një kaptin të tillë që quhet asr, që flet për rëndësinë e kohës. Islami i ofron besimtarve mjetet për të menaxhuar sfidat shpirtërore dhe emocionale përmes praktikave të tij themelore, si lutja, namazi, meditimi dhe agjërimi. Disa prej sfidave shpirtërore të njerëzve mund të rëndisin parë është stresi. Stresi ja bën një diçka e cila po bëhet e zakonshme, si thënë, tek njerëzit dhe njerëzit nuk po dinë për të gjetë rrugdalje, si thënë, prej kësaj gjaje. Por besoj që një njeri i cili është besimtar, një njeri i cili është fetar, pra beson në Zotin, kryen obligimet që ka ndaj Zotit, është diçka e menaxhueshme dhe e kollaj për të menaxhuar nga një besimtar, sepse duke pas parasysh parimin që i Madhi Zot na ka thënë neve që khajrihi wa sharrihi min Allahi Taala, pra mira dhe e keqja vijnë prej Zotit. Çdo gjë është me caktimin e Allahut. Një njeri i cili e ka këtë parim parasysh, ai njeri besoj që edhe din me menaxhu stresin, edhe din me menaxhu shumë gjërat e tjera, shumë vese, shumë smundje e me radhë. Ne si besimtar musliman duhet ta dimë arsyen pse kemi ardhur në këtë botë. Pra ka një arsye. Ne kemi ardhur në këtë botë për ta njohur Zotin ton, për ta adhuruar atë. Nëse ne shumicën e kohës e kalojmë në rrjetet sociale, në lojra, në teknologji e kështu me radhë dhe harrojmë Zotin e madhëruar për cilën ne kemi ardhur në këtë dynja, atëherë këtu ka një problem. Ne kemi harruar gjën për cilën ne kemi ardhur, shkakun, sebebin që kemi ardhur në këtë botë, që është adhurimi, njohja e Zotit të vërtet. Ka disa mënyra, disa metoda që njeriu për shembull mund ta shërojnë diçka të tillë, siç janë lutjet prej Kuranit, prej Sunetit pejgamberit alayhis salam,
është një libër që besoj që duhet të gjendet në xhepin ose në çantën e çdo besimtari që është mburoja muslimanit. Pra aty janë lutjet të cilat vetë pejgamberi alayhis salam na ka treguar që njeriu kur është ka stres, kur është në ankth, kur ka problem, kur ka depresion e gjëra të tjera, pra në lutjet të cilat besimtari duhet me i bë si thënë gjatë ditës dhe gjatë natës. Kështu që besimtari musliman duhet fokusohet më tepër në marrëdhënien me Zotin e gjithësisë nëpërmjet adhurimeve, në veçanti me namazin, sepse namazi të largon nga gjitha gjërat e këqija. I dërguari i Zotit sa herë që kishte ndonjë hall, ndonjë problem, ndonjë punë e cila ishte e vështirë për ta zgjidhur, si thënë, atë punë, pejgamberi alayhis salam ju drejtonte Zotit me namaz. Po ashtu edhe sa herë kishte ndonjë gëzim të madh që i vishte një lajm i bukur ose diçka tjetër, përsëri pejgamberi alayhis salam e prit atë me namaz. Sepse namazi është një lidhje, një komunikim i drejt për drejt me Allahun xhaleshanuhu, ku njeriu të gjitha ato gjërat të cilat i ka në brendësinë e tij, i ka mundësi që t'i shfaqen përpara Zotit xhaleshanuhu dhe normal që e din që aty është edhe zgjedhja, si thënë, e problemeve dhe halleve. Diçka tjetër që duhet është leximi i Kuranit dhe meditimi mbi të. Ne kemi një libër madhështor ku nëse dikush me të vërtetë kërkon të gjejë qetësi, të fokusohet tek leximi i Kuranit. Sigurisht unë do ndalem pak këtu sepse leximi i Kuranit nuk do të kupton vetëm leximin në gjuhën arabe. Padyshim që kjo ka dobinë e vet të lexuarit në gjuhën arabe dhe për këtë ka problem, ashtu sikur se tregon edhe profeti Muhammed alayhis salam. Unë kam për qëllim këtu leximi në gjuhën shqipe për ata të cilët nuk njohin gjuhën arabe, në mënyrë që ai të ketë mundësi për të medituar mbi ajetet kuranore, sepse kështu ai ka mundësi të shikojë, të kuptojë historitë që kanë kaluar profetët dhe njerëzit që përmenden në Kur'an. Ata janë sprovuar me shumë sprova të mëdha dhe kanë arritur të dalin të suksesshëm nëpërmjet pikërisht udhëzimit të Zotit të Madhëruar. Leximi i Kuranit është fjala e Zotit, është qetësi, si thënë, për shpirtin, është shërim për shpirtin e besimtarit. Prandaj sa më tepër që një njeri të jetë i lidhur me Kuranin, sepse Kurani vetë na thot Allahu në Kuran është shërim për zemrat e besimtarëve. Pra një njeri i cili e lexon më që gjen qetësinë e gjen rahatinë, si thënë, prej fjalës së Zotit. Agjërimi ka një vend të veçantë në jetën e besimtarit, sepse të gjitha adhurimet e tjera, virtytet dhe vlerat morale në këtë muaj marrin një kuptim më të thellë. Ky është një muaj që na rikujton dhe na mëson se si duhet të sillemi dhe të jetojmë gjatë gjithë vitit, duke u pasuruar shpirtërisht dhe duke e forcuar lidhjen me Zotin. Të gjitha adhurimet që Zoti i ka bërë obligim për njeriu i ka bërë me një arsye. Nëse Zoti e ka thënë për të agjëruar, ne si besimtar musliman duhet ta kuptojmë që Zoti e ka bërë agjërimin jo thjesht që ne të skalitemi për nga ana fizike dhe të kemi një trup të shëndetshëm. Përveç kësaj, ai e ka bërë obligim për besimtar musliman që gjejë edhe qetësi shpirtërore, sepse për shembull, nëse kapim vetëm shembullin e agjerimit. Agjerimi e bën njeriu të jetë më falëndërues, sepse ai pengohet nga shumë gjëra të lejushme që janë në muajt e tjerë, po them unë, që nuk janë agjerueshëm pra, dhe e pengon atë nga të ngrënit të pirit kur ai ka dëshirë. Kështu që njeriu e bën të vetë kontrollohet dhe gjithashtu edhe të di vlerën e asaj çfarë Zoti i ka dhënë dhe me cilën Zoti e ka begatuar. Agjerimi është një ibadet shumë i rëndësishëm në fenë islame, që është ibadeti i vetëm në islam që na nuk ja dim shpërblimin kur e veprojmë, si thënë, këtë ibadet. Pse? Sepse është një sekret mes Allahu xhaleshanuhu dhe njeriu pra. Duaja që bëhet në muajin e Ramazanit, për shembull, është një moment shumë i rëndësishëm, një element shumë i rëndësishëm për qetësimin e anës shpirtërore për besimtarin musliman, sepse aty gjen një lloj sigurie. Përse që muaji i Ramazanit është muaji i cili i zgjidh problemet
dhe hallet, si thënë, e njerëzve. Muaj Ramazanit vjen që me rrugullu, si thënë, njeriu, pra me rrugullu të brendshme në njeriu, pra zemrën e njeriu, shpirtin e njeriu, me e pastru, si thënë, prej gjinaheve, prej tmetave, prej gabimeve. Muaj Ramazanit është ai i cili rregullon raportet, duke filluar nga njeriu me Zotin, po ashtu duke vazhduar dhe raportet që na kemi mes njëri tjetrit, raportet me familjen, pra cila neve, sidomos në ditët e sotme, na mungon shumë. Ramazani pra vjen që me na bashku edhe njëherë, me na kthjellua edhe njëherë që njeriu i ka mundësit, pra mundet që me gjetë një kohë, si kur e gjejmë pra në Ramazan. Pra muaj Ramazanit i tregon njeriu që je në gjendje, pra e ke atë kapacitet, atë mundësi brenda teje si njeri, por Ramazani na kujton që njeriu nuk mund të rrinë pa Zotin. Nuk mund të rrinë pa Allahun për nas një kohë, nas një çast, nas një minutë. Ramazani është edhe një kujtues që në ditët e sotme, për shembull, ne e harrojmë shumë, që na kujton edhe vdekjen, pra na kujton që na një ditë do dalim para Zotit, do të japim llogari përpara Zotit, po me çfarë do dalim? Ajo dita do të jetë bajram për ne, apo do të jetë një ditë ndryshe, si thënë, për ne. Sikur njeriu kur e mbaron agjerimin e tij që del në ditën e bajramit dhe është bajram për të, merr shpërblimet e Zotit, pra kështu është edhe jeta e njeriu, pra kur na ta dorëzojmë shpirtin te Zoti, a ka me qenë ajo ditë bajram për ne, apo ajo ditë ka me qenë një prej ditëve të vështira që nuk kemi se me çfarë dalim, pra me punë të mira, me vepra të mira të Zotit xhaleshano. Meditimi i vdekjes, për shembull, është shumë i rëndësishëm. Sigurisht ne kur flasim për vdekjen, na futet një lloj frike, ndërkohë që është krejt e kundërta. Meditimi i vdekjes të çon në mendimin që mua Zoti më dhuron, më ka dhënë mundësi që jam gjallë të punoj, të vazhdoj, të merrem me aktivitete të ndryshme, sidomos gjatë muajit Ramazanit, por jo vetëm, edhe të jem aktivist i shpërndarjeve të ndihmave të ndryshme, me organizata të ndryshme humanitare, për shembull. Dhe këtë gjë individin, besimtarin, e qetëson për nga ana shpirtërore, sepse ndjen një kënaqësi që po ndihmon atë tjetrin, po ndan me atë tjetrin atë që ndoshta i ka munguar më herët atij vet. Po ashtu është një rrugë tjetër që është dhikri, pra përkujtimi i vazhdueshëm i Zotit xhaleshanu, pra duke ra istighfar gjatë ditës sa më tepër, duke ra salavat ndaj pejgamberit alayhisalam, duke lexu këto lutje që thash më sipër, pra prej librit Mbroja e Muslimanit, sepse me anë të dhikrit besimtari e gjen qetësinë shpirtërore, ku Allahu xhaleshanu thotë edhe në Kur'an, ela bi dhikrillahi tatma'innul qulub. Pra një njeri i cili e përmend vazhdimisht Allahun, pra një njeri i cili e përmend shumë Zotin, ai njeri e gjen qetësinë e tij shpirtërore. Një pikë tjetër shumë e rëndësishme është lidhja farefisnore. Sigurisht që Zoti profeti Muhammed alayhis salam në një thënie të tij thotë që ai i cili dëshiron që t'i shtohet jeta dhe t'i shtohet begatia, le të mbajë lidhjet me farefisin. Nëpërmjet rikthimit në thelbin e mësimeve islame, shumë musliman kanë gjetur një burim qetësie dhe force në një botë që ndryshon shpejt. Kjo lidhje e thellë me fenë e tyre ofron jo vetëm zgjidhje për problemet personale, por edhe një rrugë drejt një shoqërie më të harmonizuar dhe të ndërgjegjshme. Mësimet e fesë janë mësime që është kërkesë e vazhdueshme, si thonë, e besimtarëve, komunitetit muslimane, meftilerëve, imamllarëve, mësuesve në për medrese e gjana, pra është një kërkesë e vazhdueshme që kërkohet që lënda e mësim besimit të vendoset në për shkollat tona, siç i kanë në për shumë vende të Europës, për arsye sepse një njeri nga feja merr edukat, nga feja merr kulturë, sepse kjo na mungon, besoj, shumë në ditët e sotme. Sot çdo gjë mund të mësohet në për shkollat tona, por nuk mësohet edukata, nuk mësohet ajo besimi, pra që njeriu duhet me pas ndaj Zotit. Nëse një fëmijë për shembull rritet me besim, nëse një fëmijë i tregohet friga ndaj Zotit, i tregohen obligimet që ka ndaj Zotit, besoj që një shoqëri do të rritet krejt ndryshe. Pra do ta ketë se sot nuk e franon njeriu asgjë përveç se besimi, përveç se friga ndaj Zotit. Pra s'mundet me frenu kur gjë tjetër përveç se
një besim i pastërt, një besim i kulluar, si thënë, ashtu siç duhet sipas rregullave fetare. Dhe besoj që nëse lënda e besimit do të vendoset, si thënë, nëpër shkollat tona, besoj që ka me qenë një prej zgjedhjeve, jo që nuk do të ketë probleme, jo që nuk do të ketë shqetësime, gjëra, si thënë, përsëri edhe nëse kjo do vendoset, por besoj që do ta zvogloj, do ta minimizoj, si thënë, ato probleme, ato halle, për shembull, siç i njeh edhe më sipër, pra siç e cilësuar bashkarisht, siç janë stresi e shumë problemet e tjera. Besoj që një njeri, pra, që do ta mësojnë besimin, besoj që ka me qenë një zgjidhje, edhe një rrugdalje, si thënë, për këtyre probleme, për këtyre halleve që e ka kaplu vendin tonë, në shumë vendet botës, sidomos Shqipërinë, si thënë, edhe rinin tonë. Tani kohët e fundit është bërë trend, qoftë edhe nga familjet besimtare, në veçanti nga prindit, që të interesohen më shumë për pamjen e jashtme të fëmijëve të tyre. Sigurisht që ato kanë detyrat e tyre për të mirëmbajtur familjen, fëmijën, për ta shkolluar, për ta edukuar, por nuk janë shumë të interesuar për brendësinë e familjes së tyre, të fëmijëve të tyre. Pra japin një rëndësie ku e ku unë ta çoj fëmin tim dhe të arsimohet shumë mirë, të mësoj anglishen, italishen, ama pak ka interes që ta mësoj Kur'anin, fjalën e Zotit. Pak kanë interes që ta mësojnë namazin. Pak kanë interes të mësojnë rregullat, dispozitat fetare minimale që duhet t'i di çdo besimtar musliman për të përballuar pikërisht për sfidat me të cilët ne folëm. Kështu që duhet patjetër të japim një rëndësie të veçantë arsimit fetar. Elhamdulillah, siç edhe ju e dini, ne kemi disa medrese në Shqipëri dhe këto do thoja unë janë vendet më të shenjta pas xhamive, sepse aty mësohet fjala e Zotit. Unë medrese do t'i krahasoja ngjashëm me një zog i cili dëshiron të fluturojë. Nëse një zog ka vetëm një krah, ai e ka të pamundur të fluturojë çaj, të dalë në jetë, të përballet me lloj sfidash. Nëse ka dy krah, ai mundet shumë lehtë të fluturojë dhe të përballet me çfarëdo lloj sfide. Kështu që në medreset tona mësohen shkenca, po edhe feja. Kështu që është shumë e rëndësishme edukimi i brezave, i fëmijëve tanë, në veçanti në këtë kohë, të mësojnë fenë e Zotit të madhëruar, sepse do të jetë shpëtim edhe për këtë botë, po edhe për botën tjetër. Pra, medreset në përgjithësi, programi, si thënë, i tyre është normal që të formojnë një njeri edhe besimtar, pra të dinë, si thënë, edhe çështjet e besimit, por të formojnë, si thënë, edhe një njeri që të ketë kulturë të përgjithshme, si thënë, edhe në lante të tjera. Prandaj një person i cili e sjell fëmijën e tij, si thënë, në medrese, pra në një prej medreseve tonë, kudo ai njeri ka me marrë, si thënë, edhe kulturën e përgjithshme, sikur merret në shkollat e tjera të vendit, por plus do marrin edhe edukatën e besimit. Pra do formohet një njeri i kompletuar edhe nga ana e besimit, por edhe nga ana shkencore. Dhe kur këta dy gjërat bashkohen bashkë, besoj që ka me dalë një njeri i formum edhe ka me pas një të ardhme, si thënë, për vendin tonë. Jemi të zhytur, të bombarduar me informacione shumë të shpejta, statuset e njerëzve kanë ndryshuar marramendse për nga ana ekonomike, kështu që i ka bërë njerëzve të çorientuar, nuk dinë se ku të përqendrohen dhe ku të vendosen, kështu që vetëm Islami është ai që na mbledh dhe na tregon rrugën e drejtë për cilën ne kemi nevojë, sepse e kemi humbur shumë këto kohët e fundit.